Niset nga banesa e tij e drejtohet për tek lokali ku e pin kafen çdo ditë. Ky është Agim Pajaziti, i cili pavarësisht rrugëve jo të përshtatshme për karrocë, nuk e ndalon rutinën e ditëve të tij. Agimi ka zgjedhur të jap kontribut për personat me aftësi të kufizuara, duke ngritur zërin për ta në emisionin që vetë ka ideuar dhe e ka quajtur Jo të njëjtë, por të gjithë të barabartë. Në datën 7 gusht, kam dalë në protesta, që kanë protesta për UÇK-n. Atë kam marrë një intervistë për Kosova Info. Jam taku me Emanuel Demën dhe për Parim Gashën. Mas ne kena dalë, kena pi kafe. E kam marrë edhe një intervistë. Edhe të nejtë e kemi po si propozim, ja u kom bo aty në, sepse kjo ndër ka qenë mëtje, qysh mëtje, po nuk më kanë hapë dhe institucionet dhe televizionet që në konë. Edhe e kena fillu, e kena bo jo të njëjtë, për të gjithë të barabarët. Që do të thëtë që edhe na dim, duam dhe e dolim. Vështirësitë e Agimit nisin që kur ai vendos të dalë nga banesa e tij. Nga problemet me ashensorët, kalimi në për rrugët me vetura e mirëqenia e kësaj kategorie, thotë se janë sfidë qendësore për to. Të fillu në rrugë, pra do të me dalë në rrugë kryesore për me ecë. Tëna ekonomia, tëna këtë kategori e shkelin. E shkelin me kom me ka shkelin. Po kë shteti. Këtu lokal, kur ku marrë dhe ma unë masë që e këna njësë emision, këtë lokal, shefi këti lokali ma ka mundësu me bo për mysafirë që i kam të sajtë rrethet për Kosovës, hapësirën ma ka leju me gjiru, falenderoj shumë. Dhe jam mirë njësë gjithmonë për çdo njeri që me nën mirë për këtë kategori, e mbështet këtë kategori. Mu edhe pak mu kanë kritiku për 2 emisione që i kom bose, gjithmonë e kom gjuhë të shtetja, përdojnë se kjo është mirëqenia sociale nuk ka kërkun heq. Nuk ka kur farë bazë kjo kategori. Në emisionin e tij, Pajaziti synon që të ftojë edhe figura nga fusha e politikës, siç thot ai, që t'i përballë me kërkesat e kategorisë së personave me aftësi të kufizuara. Nuk është ngritë zonë mjaftueshëm edhe nuk është shku në vesh të shërpët. Gjithmonë. Edhe këta njerëz meritojnë ma shumë. Meritojnë për shembull, ka njerëz që mojnë familje me qatë penzion. Ka njerëz që pas pare rrimë nuk konë gjendje mjau hik. Ja ka bo kush e ka për 150 nësë me muj. Ka faktikisht 150 euro të shkojnë i dashe për një muj. Edhe këtu janë të padrejta. Këtu janë senet që janë bo më të padrejta për neve. Pagën minimale, për shembull, kategoria jo nuk u hi. Është me që ato që ju kom, me 180 euro. Edhe, për që tha, kom dasht me ngrit zonën për këtë kategori, me bo diçka, nëse e merr dikush parasysh. E mysafirët kanë me qenë shumë të lloj-llojshëm. Ka me pas edhe struktura politike, ka me po përveç edhe në kategorisë tonë, që edhe ata kanë më përballë me mua, me ditë saktësisht çu jetohet me 1500 euro rrugë e çu jetohet me 170.
Ndryshe nga vitet e kaluara, Pajaziti thot se e sheh një vedije më të lartë nga shoqëria në përkraje të personave me aftësi të kufizuara. Për vete mu më respektojnë këtë edhe i falenderoj krejt nga zemra për respektin që më bojnë edhe më trajtojnë gjithmonë. Amo për mi dikon 60% u aftësu shumë. Se për shembull del, vjen thot a ki nevojë për ndihmë, a ki nevojë me të ndihmua, dhe me hyp në trotuar dhe këtash është keq ndryshe. Mama të konë keq ndryshe. Tash është shumë u vedisu popullë, u vedisu gjithmonë veç po shkon të rrit kjo dashnia për ta, edhe po edhe na kemi dashni sa që nuk e dim se gjithkona ja kthejna me respekt. Aktivitetet e agimit nuk përfundojnë me kaq. Ai është aktiv edhe në muzikë dhe në ndihmë drejtuar personave të kësaj kategorie. Sponzori e emisionit tan është Shaqir Palushi Golden Eagles, tjerë njerë nuk ka. Po besoj që shumë shpejt ka me pas edhe tjerë. Edhe krejtat e të mira qatë na i bojnë kena me avullë na dikojna. Mesazhi për këtë intervistë është që i lumi ai që veç i buzëqesh një personit me nevoja të veçanta. I lumi ai që jep dashni një personit me nevoja të veçanta. Edhe për fund të bujna bashkë, jo të njëjtë, por të gjithë të barabartë.